sot. Jepi. Që se është kështu vapa, por kuptos. Jepi. Nuk flitet më për këto animet pikante, se bomo tham ta ndryshojmë çik, ta bëjmë Steven. Ta bëjmë çik kështu. Ti hudhemi një çik shilqer. Shilqer, duhet. E një çik ujë. Duhet. A kupton? Po dil në temë çka kena për të bërë sot. Dal thonë. Dil temë. Sot do ju tregojmë jo ju që na shihni për ditë, po ju merrni këtë videon, këtë sa do bëhet kjo inshallah, nuk e çojmë orë se s'dum ta zgjasim shumë. Merrni këtë videon, e na ai shoku, shoqja, çuni xhajes, goca hallës, çuni tezës, hazmi që nuk u flet për këtë arsye. Çojani këtë videon edhe I thoni pse duhet shofi anime. Ashtu. Edhe film vizitimor, po anime se ku shofi gjithë. Kryesisht anime. Ne sot do flasim vetëm për animet. That drejtën temë. Po, kena marrë ca monologje të lezetshme. E di që di japim. Po, e di si janë animet. Jepi. Ka horë her hall. Më drejt, bro, përbarëmlik. Shumë shikje. Mam luja ti ku zba. Kena marrë sot disa nga speechet më të famshme. Pra, ka pafund, por që këto na u gjendën. Disa se do t'i marrim dhe tjera avash. Që t'i analizojmë edhe t'i japim mesazh sa më të lezetshëm. Kështu që shikoni te televizori. Fatkeqësisht, ja sqaroj edhe këtë. Kur shikoni të reelsat për Instagram e TikTok, nuk do dalë televizori, se s'na merr dot ne të dyve dhe televizori. Do dalë të poshtë. Do dalin kështu, do përpiqemi t'i vëmë këtu poshtë atë, po besoj shumica juaj I di, po ti keni për ta që s'dun t'i shohin. Eksakt. T'ja tregosh aty edhe me figurë. Ashtu. Nisim me animen e parë që unë nuk është se jam shumë tifoz, por speechin e ka epika më. Por speechin e ka epik. Një ndër më të bukur. Po, shumë e vërtetë. Plase. Jepi DJ Chat. Çfarë kemi kjo? Yes, we are. And since we're dying anyway, you're saying that it's better if we at least die fighting. I am. But wait, if we'll die anyway, then who cares what we do? We could just disobey your orders. It wouldn't mean a thing, would it? Yes, you're precisely right. Everything that you thought had meaning, every hope, dream, or moment of happiness, none of it matters as you lie bleeding out on the battlefield. None of it changes what a speeding rock does to a body. We all die. But does that mean our lives are meaningless? Does that mean that there was no point in our being born? Would you say that of our slain comrades? What about their lives? Were they meaningless? They were not! Their memory serves as an example to us all. The courageous fallen, the anguished fallen. Their lives have meaning because we, the living, refuse to forget them. And as we run to certain death, we trust our successors to do the same for us. Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world. My soldiers push forward. My soldiers scream out. My soldiers rage! Nale se qava. Ja, është. Vlla, një ndër speechet, unë madje e kam specifikuar atëherë kur kemi bërë Attack on Titan, episod sezon të parë. Shive pak Erwinin, vlla. Ky është figura e babait. Për ushtarët e vet, ai është një djalë I ri. Ai është figura e liderit, por valla, jo çlidhi ka babait. Shiko. Merë si dush. Mos e shife kështu. Hierarki. Po, ngrej çizoni se s'në gjë. Po, hierarki. Ashtu. Dakor? Po se do Jepi. Do emocion koleg, varet. Jepi mor pur ba. Hierarki. E kupton? Mos fut jo babai, jo plaka, jo. Okay. Këtu lart ti ke dikë që supozohet të jetë më mirë se unë, se ti e më the tash të gjitha këto. Lideri jo vlla, ai që ty të motivon, thotë ço mirë sot do bësh këtë. Po, okay. E kupton? Ai të tregon ty pse ti ke lind. Literalisht ai tha që, ore, vdiqje sot, vdiqje nesër. Të paktën kjo vdekje që ti po bën ka I far kuptimi. Patjetër, më. Ti o vlla je para vdekjes tash, përfituro këtu. Do të thonë ti nuk e di është sot nesër pas 50 vitesh, por
Okej, jepi. Çdo njeri do hyj mdhej, mase ça do digjën për çfarë rëndësie ka. Po mos e ka. Jepi. E kupton? Ideja është që në momentin që ti merr një mision, çfarë rëndësie ka. Kjo është arsyeja pse ti ke lind, se për të vdekje tim gjithë që do arrish drejt fundit, mbarove punën e shnet. Edhe ato ishin para vdekjes aty. I thot ky ushtari floku, ky i parëndësishëm. I thot po, mirë, i thot po të kthehemi mrapa. A do vdesim? Po. Do me thënë edhe po të ikim para prap do vdesim. Patjetër, ajo është. Edhe po të rrim këtu prap do vdesim. Tani çfarë do bëjmë për këtë gjë? A do vdesim se ka dy lloj vdekjesh në këtë rast? Ka vdekje si hero apo si burracak? Ose ajo fjala tjetër. Po në burracak pra, se më bën fillon. Ha pra. Jam shumë dakord se o do vdesesh me vlerën që ti e provove por nuk funksionoi çfarë rëndësie ka ose e bën pjesën tate edhe ta bëjnë tjerë tash, ose do kthehesh mrapa. Në të dyja rastet do marrësh mend. Thjesht nga ky fjalimi ai thot, do thënë mendimi im personal. Këtu përfundojnë gjithë therrë. Po, ai çfarë thermë ato bëhen kështu, shish kebab, i bë copa. Ai thot ti ke në dorë të zgjedhësh se si do vdesësh. Ti nuk e di kur do vdesësh, por që ky cikli i jetës tate është gjithë ato gjërat që ti bën ditë për ditë. Del në atë përfundimi se si ti ke në dorë zgjedhësh. Patjetër. Ti mund zgjedhësh ty lut bigjoz, e kuptoj që të marrin mend gjithë si pianecën the tash gjitha këto, ose mund zgjedhësh që të vdesësh ty punu për ditë. Se you never know se kur. Patjetër, më jam shumë dakord me ty. Kjo është ajo që thotë. Por mendoje pak për shkakun atë vështirësinë emocionale që ka Ervin, që po në këtë fjalim. O vlla Ervin kishte lind për atë. Jo, se shiko, ti e merr shumë nga ana racionale. Merre pak nga ana iracionale, vlla. Si pse? Po çon 2000 ushtar në luftë drejt një vdekje të sigurt. Prandaj është lider o vlla, e ka marr, domethënë në momentin që ti merr përsipër diçka që ti je mbi të tjerët, e kupto? Ti je lideri këtu në zemra. Jam shumë dakord me ai, e kupto? Unë vdes para jush, edhe ju do më ndiqni mua se pranaj jemi këtu. Prandaj ju më zgjodhët mua. Ore jam shumë dakord. Pas njeri nuk ka qef të vdesi, as ta këtu as njeri mbon. Jam shumë dakord. Po pra, por fakti që këta janë djemë të rinj, janë qyrash akoma, për të është shumë e vështirë ti dërgojnë drejt vdekjes. Jo, nuk ka rëndësi. Janë servit për atë. E di si thu ti? Ti thu këtë tash që të po e lidhi me jetën reale, se nuk po ta shoh në aspekt anime. E mori me jetën e përditshme që. Ora ushtarët që çojnë luftë tani, Po, ç'a? Ti kujto se generali kujto se nuk i plas? I plas më burr, nuk tha njëri që si plas, po ti si njeri nuk po flas në term ushtrie, nuk po ta paralizoj fare me te. Ti vlla si njeri ke lind për të vdek. Patjetër më. Zgjidhësi do vdekje vlla, a do të vdesësh si dikush që ti do të marrësh mend për mirë, apo do të vdesësh si dikush që marrë mend për tradhtar. Për këtë jam shumë dakord. Por gjithmonë vlla, në mendjen po të marr rastin e Ervinit u, generalit, kujdo. Ai po çon një turn djemsh në drejt një vdekje të sigurt, bashkë me veten e vet. Po pse çfarë opsioni kishte? Një sekond. Ndërkohë që prap aty mund të kishte shpëtuar në një, po të kishte mbathur. Ku do ja mbathë më? Nuk e di, pra fati është i çuditshëm vlla. Shiko, mendo diçka. Fati është i çuditshëm. Mendo diçka. Dhe prap brenga të rri. Pra unë çova 2000 veta, por 2 shpëtuan. Çfarë funksioni kishte? Në psikologjinë njerëzore valla kjo ndikon shumë. Shiko, mos kërko të gjem në side quest-e. Ajo gjë, se jo do shpëtoi ky se kishte mur përpara. Jo po i ra kali sipër këtij dhe nuk i ra guri sipër dhe shpëtoi ky. Shikoje mesazhin më të pastër. Mesazhi është ky. Ti hec para vdes. Patjetër. Kthehesh mrapa vdes, nuk ka opsion, ti është vdes nga të dy opsionet. E kupton? Tani ti je midis zgjedhjes. A do të vdesësh si hero? E kupton? Apo do të vdesësh si burracak? Si burracak. Pa kjo është zgjedhja që bën çdo njeri. Jo, kjo ti shumica e njerëzve se ishin fëmijë, si ishte edhe ti. Shumica e njerëzve do thonë, "Ja më ta provojmë mbrapa, inshallah po shpëtojmë." E kupton? Lideri mirë, lideri që i ka llaf, i ka llafi, i çoj gjithë të vdisnin si heronj, se e dinte që s'kishte opsion. Patjetër më do thosh do i latën të ndyheshin. Po, prandaj ekziston dikush që është më i përgatitur se ti dhe unë që të na thotë ne që të bëjmë çfarë duhet bëjmë që ne mos të kemi atë njollën negative në biografi. Në këtë historinë tonë, biografi.
s'ka më i kanë heqë ato për Të keqe. E kupton? Kjo mendoj unë se është ky ishte super lider, boni një super fjalim, ju arriti këtyne vlerën edhe atyre që se kishte, ju arriti vlerën atë lloj stadi që këta vëlla po ndiheshin krenar që po e bonin këtë gjë. Kaq e thjesht, po luftonin literalisht për tokën e tyre që po ja nxinte pushtuesi. Qofse doni ta krahasoni kështu. Të vje pushtuesit dhe e gardhin me tela me gjema, të vjen dhe 4 horra leshator siç erdhi Ziku aty. E kupto? Edhe ti rrije shef, edhe thu, ti i mrapshën ta leta morin tokën këta na han gjallë apo ti afus ngrusht ti afy dhomë ta le aty. Është çështë zgjedhje, kupton? Ose zgjedhje dhe heroizmi, patriotizmi, çdo lloj gjëje është në kurrizën e gjithë secilit vet. Nuk ja vesh njeri për mantele, merrni ju rrobë me vete, keni lkur, keni cip, keni faqe, dakor? Thjesht zgjidhni ju, a jeni palaço apo jeni njerëz me dinjitet? Ka që ndan kafshë nga njeriu vëlla dinjiteti. Ju as sqarojmë këtë gjë. Dinjiteti ndan kafshë nga njeriu, njëjtë si këtu. Kafsha po vinte përballë, njeriu zgjodhi. Për dignitetin mos kthehej mrapa, se do ta kafshon dhe kafshat kafshon mas shpine. Njeriu ka logjik, ndërgjegje dhe cip të mos të sulmoj mas shpine. Edhe ky është thjesht anime, kjo gjithë kjo gjëja. Dhe keni related vllai, keni related me Shqipërinë sot. Nëse po bëhet derisa në ore më e fresta o vlla. Më e fresta burr. Nëse ideja është base Ervini vetë, si karakter, si lider, nuk ja doli, ama i hapi rrugën të tjerëve që t'ja dilnin. Ai ishte iniciatori i kësaj gjëje, e vërtet sakrifikoi shumë njerëz, por sakrifica që ato bën nuk hiku kot. Sakrifica për diçka të mirë, mase ne s'ja arrim, po dikush tjetër pas nesh që vjen me të njëjtat ideale do ja arrit. Edhe vjen Livaj i bëni sallat trikolor gjithë ato. Eksakt. Me lëviz pak të tjetra. Kalojmë themun tek tjetra, mos të mbasim pakës kohë. Atëherë kalojmë tek një më e bukur akoma. A do e zgjedhësh vetë apo ti bi unë? Ti bi, ë? Unë do kaloj ta jote, valla. Tak. Oh. The righteous. These terms always change throughout the course of history. Kids who have never seen peace and kids who have never seen war have different values. Those who stand at the top determine what's wrong and what's right. This very place is neutral ground. Justice will prevail, you say? Well, but of course it will. Whoever wins the war becomes justice. Kjo është masterpiece, e vërtet edhe e di kush është e bukur. Hynore do thosh. E di kush është e bukur. Ky që i thot këto nga njerëzit konsiderohet i keqi. Po kush flet sot është i keqi, valla. Dakor? Edhe ti edhe unë që flasim të këqinjt jemi, edhe ata që flasin të tjerë, prap të këqinj janë, sepse ignoranca. Ti më kujto se Dofi këtu thot vetëm faktin që kush fiton e kush humb, thjesht shkon në histori. Domethënë, mos e merrni për cip tazi, dakor? Ignoranca, njerëz, është çështja e ignorancës. Në do që një popull apo një entire race, ta shtypësh, ta masakrosh, ta përdhunosh, ti bërë çfarë të dush. Le ignorant. Dakor? Lër ignorant. Ka që thjesht është. Edukoje me budalliqe. Dhe ai do jetë shumë i thjesht i manipulueshëm për Zotin, sikur merr i gjë pa jetë, pa shpirt, kapi një lodër aty edhe çoje te vendi tjetër. Ka që thjesht. Që t'ja bëj paralelizmin se ai thotë aty fëmijët që kanë pa luftë, thotë. Perspektivë tjetër. Pse? Sepse ata kanë pa luftë. Mbase unë e kam gabim. Se unë nuk kam pas ndonjë vështirësi të madhe në jetë. Domethënë prindrit e mi kanë plotsuar deri diku kushtet, por gjithmonë pas unë kisha kryer punë që ata kishin kërkuar. Por ka fëmijë që s'kan pas bukë të hanë. Unë i njoh personalisht, edhe sot janë shumë më suksesshëm se unë. Patjetër. Edhe ka fëmijë që kanë pas lekë të thyshin kokën, domethënë unë merrja shumë pak lekë kur isha në gjimnaz, ndërkohë ato aq lekë merrnin kur ishin klas parë.
Por jam E di shumë çfarë bëjnë dakord sot? me ty. E di çfarë bëjnë sot? Që do të duket rast banal kështu, presin sezonin e pjeshkave në Greqi që të vjelin. Ata fëmijët që kishin lek. A e kupton? Sot kanë gërshonët në dorë, krasisin në lek, vjelin pjeshkat, kaq kanë bërë me jetën e vet, kanë ngel. Dhe qëllimi është kjo, që duhet ta keni ngjuar gjithë si shprehje, që thon fëmia filani s'ka buk të hajë, ta ka hudhur në shkollë. Ha? Jam shumë dakord me ty, Se ka pa gjitha, ka pa zeron dhe s'do të jetë më aty, ndërkohë ti që si jetë zero, ti je këtu, edhe thu ti je më lart, edhe përfundon gjithmonë këtu në zero, se ke pa ndaj herë të keq. Nuk është e keqe ambicia më, të ta sqarojmë diçka. Ambicia nuk është e keqe, çdo gjë është e mirë me mas. Çdo gjë vjen nga nevoja. Ama ambicia me veten tate. Jo ambicie tani, un kam ambicie ti marr çka ka Aureli se është ai çik më lart se un. No bro. Dofi nuk ja u thot këtë lloj gjëje. As dofi as njeri. Po vlla dofi thot ai që fiton, ai vendos se kush është e drejtë apo e shtrenjtë. Shumë e thjeshtë. Kush fiton? Çfarë do të thotë kjo? E drejta të fjalës tatë nuk ekziston, më nëse ka fitur dikush tjetër. Jo, kjo thot kjo, valla, se këtu futet shumë bukur Oda me këtë monolog. Demokracia valla nuk ekziston, nuk ka ekzistuar Kur? Asnjëherë. Dakor? Demokracia është thjesht një koncept surreal, do ta quaja. Për të manipuluar. Ndoshta e shprehem gabim, por është surreal. Është shumë e mirë në teori, është diçka fantastike. Mos harrojmë dhe një gjë, dhe komunizmi është shumë e mirë në teori. S'ka njeri pa punë, gjithë morën rrogë, gjithë janë barabartë, gjithë kanë shtëpi. Dakor, pra në teori të gjitha janë të mirë. Ai që fiton, ai është më i mirë. E rishkruan atë kushtetutën. Njëjta gjë siç ndodh me zgjedhjet nëpër gjithë botën, zgjedhjet parlamentare, presidenti, kryeministri, mbreti, ai ka drejtë. Ai ka të drejtën absolute, që zgjidhet nga populli. Dakor? Dhe dalim te fjalimi i më përparshëm, dakor, që po flisnim, ignoranca. Dalim tek ignoranca. Momentin që ti e kultivu, dhe ti fillon, po okay, ti e ke si komand shortcut në trunën tatë, erdhi data e zgjedhjes, do shkoj te kutia, filan vend me X edhe qa është edhe të mira. Sikur ti ishte ashtu e vërteta. Jo. O vlla ti je i projektuar se ku do ta çosh vlla. Jo, jo, ti je i detyruar se ku do shkosh. Sepse kjo që sot është e drejta, kjo që sot është e drejta, të thot ty un kam drejt, ti je prona ime dhe ti do bësh si të them unë, se nëse ti s'bën kështu ti sa buk nesër. Po jo, nuk ka lidhje. Po, ky është realiteti që jetojmë burr. Realiteti që jetojmë po them koncepti. Edhe ai më dofi çaj bonte aty ne. I bëni kukulla më valla. Do bëni si të them unë. Dofi fliste nga eksperjenca vet valla. Gjithë ato që i shkonin mrapa, si i kishte gjithë sklever në ndë. Jam shumë dakord. Unë kam të drejtë thoshte ai dhe ti do bësh si të them unë. Shumë dakord me ty. Kjo pra është jetojmë ne. Po, kjo është simbolizimi i uzurpuesit, se ngatrova, m'fal. I kreut me fundin. Maja me fundin e piramidës. Ka dhe mesazh bukur këtu se ky fjalim i Dofit arrit ai kulmi që këta që Dofi i nënshtroi deri sot erdhi dikush dhe i zgjoi dhe i tha që është ky ty u bë ju që t'jeni në këtë stad, e kupton? Nuk e rrezoi ky. Këta që ky po nënshtronte u çun gjithë, edhe e rrezon. Patjetër. Është hani me kjo? Po, është të gjithë. Protest, domethënë revolt. Edhe e rrezon. Këta që vetë pranuan për vite me radhë të shtypeshin me kam nga ky, sepse ndikon, e di kush ndikon. Ta shikosh shpresën me sy. Ashtu. Jo. Sepse ta them unë. Shiko, ti ke shpresë deri në një farë pikë, kur ti nuk ke asnjë lloj indicie. Ti të humba ajo shpresa, dhe thjesht pranon realitetin. Nuk ke më forcë të dalësh. Jo, po ky të ushqen ty me një shpresë tjetër. Shpresa tjetër jote është inshallah ha buk deri në fund murit. E kupton? Të detyron me zor që ti Po pra, ti shkonte e keqja më e vogël. Po pra, këtë dritën që ti kishe, ky ta fik. E kupton? Ta fik orklet verbër fare. Edhe thot, kjo është e vetmja dritë që ti do përdorësh. Ore jam dakord me ty unë të keq. E ti dakord me atë se s'ke çfarë të bësh, se ti shef atë tjetrin aty, edhe ai ka të njëjtën dritë. Shef te këtu, edhe ky ka të njëjtën dritë. Thot, po mirë, po unë që isha i funit që e kisha këtë, që ishte ndryshe. Edhe mu fik. Nuk ngrehet njëri. Jam shumë dakord me ty. Derisa vjen dikush dhe ta thotë, para disa vitesh ishe ti që po boje këtë.
Erdhi ky ta boni kështu që ngreu ti hiqe këtë edhe dhe këtu atë që duhet. E pra, problemi Kjo është demokracia, aty e tregon. Teori pra kalem prap teori. Aty e vizaton, po ta bosh në pra, reale është shumë flasim vështirë. teori Kjo gjithmonë. është demokracia. Nuk ka ekzistuar Ne nuk du ndodhi siç ndodhi aty, me thënë drejtën, nëse do e krahasojmë me Shqipërinë, nuk du të ndodhi e njëjta situatë që ndodhi te Dofi, që rikthyn prapë atë mbretin e vjetër. Jo, gjeni mbret të ri. Jo, s'ka lidhje, ai ishte çështje ishim mirë në erdhi uzurpuesi, po pra. Ai ishte i mirë, por në tilla raste këtu, jo, duhet tjetër. Jam shumë dakord me ty. Ideja është Dofi promovon, po prap flasim inteligjencë. Po. Promovon të vërtetën. Inteligjencë dhe të vërtetën, që nuk e flet dot njëri. Pavarësisht se ai dënohet, edhe gjithkohës mbahet i keq dhe me veprime që ka bërë të këqija, pa u fut analizës karakterit, pra background-i gjitha me radhë, po marrin vetëm konsekvencë. Jo, ai kishte ra, shiko, pse ishte Dofi i keq? Para punës Dofi ishte i keq, është shumë histori e gjatë për ta folur nuk ja vjen ta nisim prapë. Po Dofi e boni këtë gjën sepse ja lejon. Ore patjetër kishte. Dofi tha, o vlla, un jam Dofi, tu ta paralizoj, un jam nga këto horrët e pushtetshëm në rrugë. Më thuaj rob shkoj ta rraf bie, rraf fund marroj punë ku keti hall. E kupton? E thanë të dakord, do punosh për ne. Shumë dakord. Governmencat dhe? Patjetër. Shteti. Jam shumë dakord. Ti do punosh për ne, do bësh warlord për ne, tha po. Ç'a do ti në shkëmbim? Ai tha unë du tokën time vëlla, hik ta zaj atje ti pushtoj të njerëzit e mi. Apo jo? I dhan tokën këta, e rrethun me garë. Me këtë ngjan, pra, me këtë ngjan si histori. A kupton? E tha mos lë njerit hyn këtu, po hyn bjeri. Edhe Dofi te boni, kush hyni ra, derisa erdhi i budall që s'po i binte dot edhe i ngreti gjithta që ishin këtu mrena që kishte kap ky gjatë gjithë kohës. I ngreti dhe i tha, ec Dofo. E di që jam unë dakord. Do të thon, po dal pak jashtë skenarit, ndoshta. Dilmër kur jepet drejtim. Ideja që shumë njerëz e kam dëgjuar zgjidhen me të butë. Jo, vëlla. Shumë gjëra nuk zgjidhen me të butë. I herë provohet me të butë. Dakor? Herën e dytë në momentin që gomari nuk merr vesh në ar me të folme, do t'i vesh drunin se të boni kardin. Kështu është ky muhabet njerëz. Dakor? Jo, gomari merr vesh që ta kuptoj. Një herë me të folme. Pastaj tjetra Kali është më i zgjut se gomari. Po jo, nuk është. Kali është shumë kafshë zgjut. Gomari është akoma më i zgjut, po më falni për fjalorin, është thjesht kopi. Të ngjon se i ka veshën e më të mëdha se Kali. Po ti njëron. Bën sikur se ekziston ti. E kupton? Shurdhi më i keq është ai që s'do të ngjoj. Jo ai që s'ngjoj. Ai që s'do të ngjoj se thotë jam unë këtu e skatier. Eksakt pra. A kupton? Kështu që ti ja thu herën e parë, herën e dytë futi shkelmin që të ngjojse. Po të bënë gërdim pra, ta çoj arën për pastërma. Se për ndryshe e ke ngjuar shprehjen ku shkel gomar nuk mbi mo bar. Po se bëhet kërdia. Komën e vogël e ka ai, po thot ku shkel nuk mbi mo bar. Nuk duhet me e lënë shkeli vend e pa vend. Jo vlla, se për Zotin nuk bëhet. Ma mbyll edhe me shprehje gjiraja se nuk do e lëm shumë gjatë se po duket sikur e bën malore. Okej. Lutem tash se duhet i shprehje kështu familjare. Atëherë. Fillojmë. In the Shinobi world, it's not how you live, it's how you die. Shinobi's life is not measured by how they live, but rather it's measured by what they manage to accomplish before their death. And looking back, my life has really been full of nothing but failure. Continually rejected by Tsunade, unable to stop my friend, and unable to protect either my student or my mentor. Compared to the great and celebrated deeds of the Hokage, my actions are trifling, insignificant things indeed. I wish that I could have died like each of the Hokage. The tale is only as good as its final turn of events, the plot twist. And the stakes are an important part of the plot too. I've lived my life always believing that the lessons I learned are what honed me. I swore I'd accomplish a deed so great that it would obliterate all my failures. I'd die a splendid shinobi. At least that's how it was supposed to go. But this, my plot twist, my tale ending like this. The great Lord Elder prophesied that I would be the one to guide a revolution, a
person who will make a great choice that will bring either peace or destruction to the world of the Shinobi. I thought I would defeat pain, stop the Akatsuki, and save the world from destruction. But in the end, I failed that too. How pitiful. How sad that this will be the ending twist to the tale of Jiraiya the Gallant. What a worthless story it turned out to be. Never going back on your word, no matter what. And never giving up despite what the odds may tell you to do. Naruto, if that is truly your ninja way, then as your teacher, I have no business at all whining. Because as everyone knows, a student inherits his ninja way from his teacher. Right, Naruto? The tale of Jiraiya the Gallant. Well, now it'll end a bit better, I hope. The final chapter, I'll call it Frog at the bottom of the well, drifts off into the great ocean. Just barely glorious, but glorious indeed. Now, I suppose it's about time I put down my pen. Oh, that's right. What should I name the sequel? I wonder. Let's see. The Tale of Naruto Uzumaki. Yes, that is a nice ring to it. Se është Naruto dhe Arlini vendosi të vetë gjithë episodin. Jo. Nëse për Po te të shikoni pra rendin kronologjik, ne nuk e bëm me plan, ju betohem këtë. është diçka spontane. Ishte vërtet diçka spontane, se kishim përgatitur të Jo, ne tjera, ne kishim përgatitur për 2 fjalime tjera jashtë kësaj, se po e përdorim në mënyrë të moderuar. Po. Ju jap një arsye për të pa anime. Shiko, ideja është Edhe për mos ndet hije si së pak shumë. çfarë ironi e fati. Kjo është fundi, pjesa e parë e monologut. Ky është fundi që të pret, nëse nuk reagon të ato 2 të parat. Monologjit e para që folim. Domethënë, pendimi vjen pas. Unë e di, edhe është ajo që diskutuam të e para, është ajo që diskutuam të e dyta. Edhe me këtë tash do jetë kështu ajo që shihemi tort, thash kur nëse. The cherry upon the tort. Kjo është ajo që i pret njerëz të mirë. Kjo është ideja. Domethënë, pendimi nuk ka gjë më të keqe se sa pendimi në jetë. Sepse nuk pishmoni që i thoni ca veta. Nuk është po luni lojra dhe i bë rewind. Nuk ke return to the last checkpoint. Revive, çfarë ke? Nuk ka. You have one choice, bro. Kaq. Edhe ajo zgjedhja ka 2 rrugë. O këtej dhe secila ka degëzimet e veta. Një zgjedhje në starting point ndryshon komplet rrjedhën e historisë. Shumë e thjeshtë. Pra është thjesht çështje zgjedhje. Pra, këtu Jiraiya këtë thot. Zgjedhjen. Do doja të jetoja si këta. Nuk jetova do doja të vdisja si një hero. Po mërzit sa i vdisi hero, po të marrin karakterin. Po ai se dinte këtë se. Por ai se dinte. Pa flasim mas i ke vdek. Po, gjithmonë dekoratat mas vdekjes jepen. Ideja është pendesa që ka robi. Dhe ma ka thënë një plak i motshëm këto, ja, 103 vjeç. Paska qenë boll. Boll i motshëm. Tha të vdesësh me pishmane, do në thjesht duke vdek me pishmane, ke vdekur para kohe, pa akoma se di. Ke vdek para kohe, pa akoma se di. Dakor? Shiko. Nuk ka gjë më të keqe. Kështu që natyra njerëzore ka është diçka që ta përmbledh gjithë. Po. Njerëzit, gjëja kryesore që kanë frikë, pavarësisht edhe ai që del si më i forti që thotë nuk kam, të gjithë kanë momente që kanë frikë vdekjen. Patjetër. E di pse nuk kanë frikë të vdesin. Po kanë frikë. Çka? Jo më leje. Çka kanë lënë. Nuk e ç'a bën, nuk e shmang dot. Jo çka kanë lënë, brapa. Exactly. E di çka kanë frikë. Ç'a do ndodhi me gjithë ta që unë kam. Po. A kupton se është ajo pendesa që po ika unë ç'a do ndodhi me këta. Nuk ka njëri frikë vdesje, se nuk e ndalon dot. Se del, morëm rast konkret, ç'a del më në këtu mbrana Bittermet, nuk e shihni regjistrimin, po ju do e shihni se
Do dali. Do dali. Nëse njëri do shpëtojë për nesh. Po. Ideja Se është do kthehet mrapsh. Ideja është që ti ke mundësinë të bësh mirë, keq, ose mos bësh asgjë të parazitosh. Shikoj gjithmonë duhet bërë diçka. Ti duhet Të qëndrohet, shiko, zgjedhësh fal, po të ndërpres. Ti Dante besoj e ke lexuar? disa pjesë. Okej. Dantja është parajsa, E di, Ferri, e kam lexuar. purgatori. Po. Pse janë 3? Pse janë 3 vende ku ti shkon në bazë të këtyre 3 zgjedhjeve që bëre. Pra ti zgjedh mos flasësh, poshtë e ke. Ti zgjedh flasësh, çdo që të gjen aty, lart e ke vendin. Ti zgjedh të heshtësh, tu do rrish. Prandaj më ty po. Çfarë është purgatori vëlla? Purgatori është pas. Një vend ku rrin shpirtrat Nëse se e njerëzve, domethënë, Po, shpirtrat janë këto njerëzore që kanë nuk kanë vëlla, domethënë janë as te, janë në gjyqin e përjetshëm. me LSI-n. Po, kupta po ta morim kështu. Traumatizojmë pak. Pra, Janë herë domethënë, majtës herë ideja djathtë. është janë 3 zgjedhje, secila nga këto janë rrotullohen shumë gjonat e treshi, kupton? Nuk dëgjoj, nuk shoh, nuk flas. Kjo është e gjithë gjoja, sepse ky mos edukimi, mos informimi ose edukimi në këtë lloj mënyre i ka bën 99% të njerëzve. E ti sa mund të ketë revoltuar sot? Po flasim në jetën e përditshme për ngjarjet e përditshme gjithë botën. Shumë pafund. A mendon ti se nuk e din njerëzit cila është e drejta? Pse nuk ka njerëz që të dalin dhe të thonë, po valla, kështu duhet. Kanë frikë. Kanë frikë më burr. Kanë frikë sepse është ajo që tha Dofi, që pushtetin e ka ai që fiton dhe ai që fiton e bën si ti do qefi. Më një rast konkret. Del ti vlla, supozojmë, po proteston për një drejtatë. Të vrau shteti. Shteti më shteti që ne jetojmë, të vrau. Patjetër. Çfarë do bësh ti? Do shkosh të vrasësh shtetin e vret dot. Ti je vetëm valla, se do largohen gjithë, se tjerë do tremen se s'duan të vdesin. Patjetër. Se jo se s'duan se kanë frikë të vdesin, po nuk do një prind, një baba me 3 fëmijë të vegjël, me gruan në shtëpi, me borxhen kurriz, të vdesi, ti le gjithë ta vetëm. Nuk do më vëlla. Jam shumë dakord. Jo nuk do, se mundoj, po nuk mundet. Jam shumë dakord. Kjo është e gjitha. Nuk do një tjetër me një gargozot smum në shtëpi, 20 vjeç këtu dhe ka tjetrin smum që është ka vite, shkoj atje dhe të vdesi. Për kë vdiqja më vëlla, për këtë që o të vdek. Nuk do më burr. Nuk mundet, jo nuk do, se nuk do është gjë tjetër dhe nuk mundet është gjë tjetër. Patjetër, jam shumë dakord. Kjo është e gjitha më burr. Prandaj çfarë ndodh? Ti del i shef këto që ju i thoni kuklla, por që këto të ngrenë një herë zërin, se Tajland ku ishte çau bo ajo. Po, me flamorin e One Piece, po. Ha? Anime pan. Nuk po them që anime influencoi këtë lloj gjëje kështu. Jo, jo, i hapi sy deri diku o vëlla që ne zgjodhëm të ishim kështu. Pse? Dile shif seriale. Seriale me policë, ai tregojnë, po të marr raste banale me që i prodhojnë këto industritë e mëdha, Amerikë, Kinë, Indi, çfarë janë këto? Janë gjitha të programuar që ti të shkash punë. Që ti të mos ngresh zonin, që ti të mendosh që vetëm shteti ka drejtë dhe ti do ta zbatosh. Çupa këto olla. Ku e di unë që çka ka ai më shumë se unë, kush je ti që të vish te unë dhe të bësh ligjin. Po unë ta respektoj, është një kushtetutë, e di unë shumë mirë, dakord. Po jo ti të ngrehesh dhe ta ndryshosh si do qefi jot, sepse ty të kanë dhënë Maliq të kanë dhënë ligjin te dora. Si thaj, ka Maliq tha, po ka dhe ligj tha. Një ka ligj, po ka dhe Maliq. Jo tha, është i drejtë apo ka një me gunga. Varet si të bi. Rreth me pasi shkreti. Tash, po, profin. A kupton? Ka thonë laf me mem, profin. Ka thonë që ky ligji jon tha është i drejtë se. Maliq edhe ka ca ligje me gunga tha që kur ta bën tën te rroga tha. Se më thuj ti mua tash. Unë jam i forti. A kupton se kam qenë me drejtën që është sot. Ti je i dobët, jo se je budallati, apo jam unë më i zgjut se ti, a kupton? Mund të jemi të dy sojnë, ose ti mund të kesh më shumë trup, ose ngret dot zonë. Ti se ngret dot zonë, se të vi unë dhe ta marr shtëpinë. Gjerë për jashtë vëlla, fli poshtë urës, më intereson fare, me të vi me armë kokë, siç mund të ndodhi dhe ka ndodhur në gjithë vendet e botës. Ku do shkosh ti? Ti ke fëmijë aty, ke familje, ke të moshuar. Jam shumë dakord me ty. A do flesh poshtë urës? E ngret dot zonin vetëm ti. Se ngret dot përse unë morr edhe 5 horra të tjerë. Se jam i fortë, na kupton, kam drejt. Jam shumë dakord me ty. Po të mendoj gjithë secili, ose më saktë, jo. Këtë boni dhe Dofi, i shkoi të pafajshmëve me armë dorë, i uli gjithë në gjujë dhe tha tash jam unë këtu. Jam shumë dakord me ty. Dakord? Por kjo ndodh nëse je
tek. Nuk bëhemi më bashk, e ta shpjegoj shoku jot. Që edhe anime të tregojnë shumë bukur. Ky i forti, ligji, bashkë me Malikin, vjen i organizuar me plan dorë me dokumenta, a kupton? Të kap galif në gjumë. Si kupton fare ti ngre me gjithë kravatë vetëm kur hap syt i ke dalë në rrugë. Patjetër, më E patjetër. kupton? Sa çkosh ti djesh tjetrin, nisesh ti se. Boj telefon, siç i bën ata aty që u përpoqen, i preu komën ai vetes që ka ai Gjiro aty. Po. Marigoja. Preu komën e vet për të shpëtuar mretin. Ndërkohë mretin e kishin kap ato, e kishin thuar planin dhe i bim këtij, edhe po ngretën këta, nuk ngrenë dot se kena ra këtu, në po të nul kokën këta. Kjo pra është, dalim te magjia e zezë. Te ignoranca. Pra, jo. Ignoranca. Dhe derisa të vi ky bobi që Jiraiya emërton Naruto këtu, nuk ka tjetër. Se Jiraiya thot e ke shansin sot, se nesër nuk i dihet se çfarë. Nesër Të kemi gjitha- ra pishmonit. Në qoftë se ti sot ke dy opsione. Nëse shiko, me thënë drejtën, Ha. për post sajt, unë nuk maj më shpresa. Jo, un kam shpresa. Jo, Unë kam shpresën në çfarë lloj të them unë shpresa në këtë vendin tonë të Ne dashur. flasim kaq sa jemi. Po pra, në këtë vendin tonë të dashur. Nuk maj do të shpresa tek një vend dhe këtu jam jo i irritum, po nuk e di çfarë. Do vetëm dule rast ka ngel. Nuk maj shpresa tek një vend ku një prind, dakord? E ka fëmijën në anën tjetër të botës, se nuk e lejon dot të jetojnë në këtë moçal që është kthy Shqipëria, dhe rri aty ha buke djath edhe i shoqëron me lot atë Se bukën. hambuke? Dakord? Buke djath vlla. E njën me lot nonat e shkreta. Dakord? Se pas e përmend buke. Edhe hajni ju bof mirë buka e djath me lot lale se shijon. Dakord? Po e di ku drejtohet Gungaçi, thotë shpreje. Shiveni këtë Barcaletën se është e bukur, ku drejtohet Gungaçi. Dakord? Mos i bini Kemi që ta myll me këtë. sa marri se s'keni që boni gamort. E di kush është e keqja popullit? E keqja popullit është se nuk do veten. Ju më nuk du njëri tjetër, pa leje vetën. Nuk do, këtu fillon. Se vetën e dun, Jo, se e jo, rujnë bëthën e jo, vetë. jo, Ja. Se s'ma kuptove shprehjen. Eh. Jo. Nuk thash individët. Okej. Populli Aha. nuk do Po, veten. po jam comprendo con te. Gjithë ne, e di ku e kemi ne, domethënë që si rratë se ne për të bërë patriote, kur lu. Jo ku lu Shqipëria, Kur lu Shqipëria, ne blem biletën 2000 euro vetëm ti me atje. Po. A kupton? Hum Shqipëria, si jemi më patriot. Me neri ju të pirë shamu Shqipëri. A kupton? Sot që ti mërë, kushdo që ti jesh, edhe unë, se unë qohem kur vinë për shembull të toga ime, të shtëpia ime, kur më hyn mund pjesë aty. Po kjo është ajo që se kuptojnë, se të gjithë kemi një shtëpi përbashkët. Është e imja dhe ajo. Ore, Edhe e jotja. E kupton? është Si ajo që po flitet tash, edhe ajo që ka 2 javë që flitet e 2 muaj. Është e jona më. shiko, është një shprehje në një film shqiptar. Dhe është fiks i njëjti titull, shikojeni, quhet Shtëpia jone e përbashkët. Dhe i thot një sekretar, një mësuesi të vet që e ka mësuar në shkollë. I thot, ne kemi nga një shtëpi secili private të vetën, personale, Po. po kemi edhe një shtëpi tonë të përbashkët të madhe, Po. që jemi të gjithë. Po. Kjo pra është, ne dum personalen, jo tonën. Pra, në thash se do populli veten. Pikërisht pra, Se ky është problemi. po do përfundoni te ky bobi. Ky. Dakor, te buka me djathë me lot Ja, shoqërum. po tjetë aty është mirë. Po puna është pas hash dhe. O dhe është më omër vllajën e herë se sa Po buka me djathë e lot. Kështu ka shku puna. Ha dhe, zvar. Kështu ka shku puna. Jo. Edhe s'ka ato shiko, se deri dje, në mënyrë indirekte se s'kemi dash, se s'doshim me bë politikë, kolegu. Jo, me vërtet s'deshëm me bë I kemi politikë, por nuk mund të rrim dot I indiferent. kemi paralelizu me botën, jo se s'mund t'i paralelizu me Shqipëri, se po t'i hapen e 5 video tjera aty, po i kemi paralelizu me botën, pse se s'kemi dash të bëjmë potere. Se në fund ditës, jo që na duhet ne, se ne bërtasim më të modhen, të 2, të 3, të 5, sa jemi këtu, e ngrem zonin. Po puna është, kush një gjoj më vëlla, se e di kush është problemi, unë për shembull kam frikë të dal
të shpreh një mendim, siç ke edhe ti dhe shumë të tjerë që mund ta kenë një mendim, se ka shumë që se kanë, ku do vi. E di çfarë thënë? Shumë robi budallare. Që duhet këtij që merret me këta të vrasin. Kush janë këta më vëlla që të vrasin? Sa janë këta më vëlla që të vrasin? Kjo është pyetje, sa janë më burr? Janë më shumë. Po nuk janë pra. Qa kanë këta më vëlla që të vrasin? Do me thënë, qa ka gisht më shumë se unë? Po pa t'i 6, s'ka joja presim një. T'ja lem 5, t'ja let barabart. Si të vris ka i, për që të vris? Kush është që... ka e gjo, se kjo është e bukra. Se burrat, jo këto... Jo burrat cakët, burrat. Burrat, nuk kanë folë deri sot, se thonë ka vdek. Jo, janë aty, shofin punën e vetë, nuk kanë folë. Po kur ngrehen burrat, këta, si a the fjallin ti? Burrat cakë. Qa bo struci? E fut kaptinë, po këto sa më qef. Ja, se ka nxjerr me Ka nxjerr sumën, pra. Kaq e Po kanë nuk e vret. E diti çe i bë. Jo, nuk e vret. Po shqyr që i lezetos. Pra, bravo koleg. Shqyr që i lezetos, kështu ja hedhin ta. Po besoj prap, ajo ditë është e largët. Nuk i dihet asnjëherë. Uroj me shpirt jem gabim. E ne do fi 10 vjet e majt. Uroj me shpirt jem gabim, vlla. Me shpirt e uroj. Gjithë. Ta mbyllim se po na vërtet ai janë se ta po ta kanë të forcë shumë për këtë gjë. E nisëm për çdo tjetër, po na bëjmë politik. Tamam s'bëjmë politik. Ka sa po na fal, kërkojmë ndjes. Edhe ju na falni nëse kemi bezdis, po. Shiko, herët avon edhe ju që jeni adoleshent, po vini drejt rrugës të futeni këtyre halleve. Po jo më si po jeni ju, jo, jemi ne, se jemi okay. Po vlla, para po 30-ave. Po pse çon larg po theren me thika më para sa ditësh e vralla. Jo, prap, s'ka rëndësi. Janë kalamaj, nuk ca gjona nuk i kuptojnë si duhet, ose mësojnë keq, dalin të desinformimi, më falni. Avash të hallet dhe bojnë dhe t'jujat. Ju jeni ardhur. Pashme nesë edhe nuk është e jena nga 20-50 vjeç, por avash më kollaj dhe ju shkoj ju stafeta. Halli është që të boni ju në i gjo. Se ata që na e lanë këtë farë deregjeje, nuk është se pordhen shumë për ne. Kështu që menojmë ne për veten tonë të paktën. Po tonën ama, jo timen. Tu asqaroj këtë gjë. Tonën. Ta mbyll me shprehje unë tash? Jepi. Koha e vështirë krijon burrat fort. Burrat e fort krijojnë kohrat lehta. Kohrat e lehta krijojnë jetë të bukur. Edhe kohë vështira. Edhe kohë vështira, po kjo është mrapa kur ti nuk di me e përdor. Eksakt. E kupton? Ne jemi te kohrat e vështira. Kështu që ju jeni te ajo pas burrat fort, tash që. Jo, burrat fort do bëjmë ne, se s'kemi çfarë të bëjmë. E kupton? Ne do ju bëjmë kohrat e bukura. Kështu që ngrenë inshallah nuk e pirlli dhe atë kohën e bukur prap. Aty pastaj kokën çafshi kemi vdekur. Aty pastaj flasim me wifi, çfarë do, me to kështu që lëvizin. Ja. Kështu që i jepeni drejtim çuna në goca se e lëm për gjysmë ore, po ja. Është e jona. Është e jona. Sa do e urrejm, sa do i themi 1001 zeza, prap Shqipnia është e jona. Kaq di më thonë. Duhet njerëz se do bëjmë plazh gjithë Durrës pastaj. Se staman, jo për ne gjë. Do bëhet trafiku qamet. Nëse na s'bëjmë politik, koleg. Ne s'bëjmë politik. Kështu që shifemi episodin tjetër. Ciao. Shnet.